secili musliman kur t'i ndodh diçka, shfaqet diçka tek gjuha e tij, tek veprimet e tij në përgjithësi, kur ka ndonjë sprov, i vdes dikush. Dhe fatkeqësisht ka disa prej muslimaneve mas shumë të grave që i godisin vetët, apo shkam gjet mu, pse bash mu ja rab, paramendon një fjalë thot subhanallah e hidhron Allahun azza wa jall. Duhet më bind kaderit Allahut subhanahu wa taala. Shehu Themin rahimahullahu taala e ndon durimin disa lloje. Durimi mustahab që është i pëlqyer, që kjo nuk është obligim alhamdulillah, se është bajgi e vështirë. A di çfarë durimi thot? Kur Allahu ta çon një bela, ti më ngrit durët dhe më thon ja rab faleminderit që ma çove. Koxha devotshëm më kon me ta marr fëmin për shembull. Loçkën e zemrës. Edhe ti më qiu natën pjesën e tretë natës më qiu ja alhamdulillah që më sprovove. Po alhamdulillah që s'është wajib, që s'është obligim. E obligimi është rria dhe lotët, po mu knaq me caktimin e Allahut, jo mu hidhru me caktimin e Allahut. E jo si disa ditët e para për shembull, i godasin, piskasin, bërtasin, ku e dione, mas 3-4 dite kur ta pyet ç'a a bune sabër, po bëj valla, po bëj, po çfarë po bën ti 3 ditë ç'a bën aty. Sepse pejgamberi sa më ka thonë, sabri është goditjen e parë. Në moment, a keni vret për shembull kur ti vdes dikujt një afërm, tash çysh kom i kallxuar në nonës, çysh kom i kallxuar babës, çysh kom i kallxuar filonit. Te disa për shembull kur një person e ka kancerin ta zonë. Edhe i thënë mos i kallxa, sa e po mërzitet më shumë. O vllaja, më mirë është mi kallxu që ai më bëj vepra të mira. Ndoshta i kthehet Allahut më shumë, se thotë un po drejtona te Allahu. Edhe bëj dua, jap sadaka. A keni vret për shembull disa pleq kur të plahën një pleqni të shtyer, veç bëjnë vepra të mira. Fillojnë me bo sa më shumë vepra të mira. Sadaka, namaz, krejt, fillojsh pak më shumë mutut. Se më po drejtohesh ka pleqnia, ka vdekja po drejtohesh. Parë veç që të shtuqe. Krejt i shtin me kajt, vetë s'kan. Aktrimbe, aktore. Kjo është ndaluar në Islam. Pastaj thot prej gjunat gruas që e rruan ose shkul flokun, ndërsa tek ne, tek mashkujt është ndryshe. Çka bëjnë te mashkujt? Se ka mjekrën, kur ti vdes një afër, e lëshon mjekrën. S'po dia apo dini. E bëjnë disa që e lëshojnë mjekrën, realisht ai duhet të shumë mjekrën për shkak të fesë, jo për shkak që i ka vdek dikush. Po tu tregu demek që unë jam shumë po mdhimët, apo nëna e gruas apo baba gruas anekni, atë dhimbjen me ja kallëzu gruas vet apo dikujt, e lëshon mjekrën. I kalon një muj, 2 mëse prapë rru. E hek mjekrën. Abdullah ibn Mesudi transmeton se pejgamberi sa ka thënë, nuk është prej nesh ai që i godit faqet. Kemi pana, i godisin. Kush kam ka gjetë mo? Pastaj thot shqyen rrobat dhe vajton me vajtimin e xahiliyetit.